Këshilli i Qarkut të Vlorë ka nderuar me titullin Mirënjohje e Qarkut të Vlorës zotin Bujar Sinani, korifej i grupit Lab Autokton, dhe zonjën Shpresa Kapoçelaj, korifej i grupit të 10 shqiponjat e Tërbaçit, me titullin Personalitet i shquar i Qarkut të Vlorës. Ceremonia nderuese u zhvillua në Qendrën Kulturore të Fëmijëve Bajram Tushi në Vlorë, me pjesëmarrjen e autoriteteve nga Këshilli i Qarkut, Shoqata e Shkrimtarëve Petromarko dhe Shoqata Labëria. Aktiviteti u moderua nga poeti Albert Habazaj. Ky takim është shumë simbolik, domethënës dhe i bukur. Qarku i Vlorës nderon 2 artistë popullor, 2 këngëtarë të denjë të Labërisë. Bujar Sinanin e grupit Autokton dhe Shpresa Kapoçelaj i grupit 10 shqiponjat e Tërbaçit. Dhe pikërisht këtu, në Qendrën Kulturore të Fëmijëve, atje ku ne si gjyshe dhe gjyshe japim mesazhet më të qarta, më të bukura, më domethënëse për të nesmen e bukur të Shqipërisë tonë, të dashur, hallemadhe dhe me dritë. Na ndaron me pjesëmarrjen e tij përfaqësuesi i Qarkut të Vlorës, drejtori historik e kulturës, sot punon në Qarkun e Vlorës, i stref Dobi, Bebi, ne e quajmë. Na nderon me pjesëmarrjen e tij njëri nga antarët e vlerësimit të Qarkut, mësuesi, kryetari i shoqatës adhetare kulturore Labëria ndër Komit Vlorë, Ahmed Demaj. Faleminderit për pjesëmarrjen tuaj. Gjithë me gjithë të tjerë, patjetër Ismail Qemali apo Skënderbeu, apo si doni ta quajmë ne nëpër imazhet e tij, dhe në fjalën e tij poeti dhe shkrimtari Ilia Bombaj paraqiti një përmbledhje të veprimtarisë artistike të Bujar Sinanit. Përshëndetje pjesëmarrësve, përshëndetje atyre të cilët i propozuan të 2 ikonat e këngës Labe, përshëndetje Qarkut, drejtuesit të saj, të cilë e bëri të realizueshme këtë event të sotëm. Ne sot vërtet nderojmë Bujar Sinanin dhe Shpresën, mos gaboj, të cilët nuk vinë nga bota akademike, nuk vinë nga laboratorët e teknologjisë virtuale, por Bujari vinë nga thellësitë e nën tokës, nga ajo minjere e cila me aromën dhe me mineralin e saj u njohët në gjithë botë. Bujari vjen nga ato sheshet e Omonjes, ku përplas fuqishëm me policinë, sepse kërkonte të mos haronte gjuhën e nënës, mos haronte këngën Labe, por ta çonte deri tek brezi i ri. Ashtu të njëjtat fjalë meriton edhe këngëtarja, ikona e grupit 10 shqiponjat e Tërbaçit. Sot nderohesh Bujar, por jo vetëm ti, nderohet një plejadë e tërë minatorëve të Selenicës, të cilët sot Qarku e ka parë vërtet me vëmendje, sepse nderohen vërtet ajo shtres që i ka dhënë dhe po i jep këtij kombit. Bujari nuk është vetëm transmetuesi i këngës Labe, nuk është vetëm një ikonë e këngës Labe, por Bujari i ruan me fanatizëm atë që ky event, kjo traditë, ky zakon të mos u mbasi, por të qohet edhe te brezat e rinj. Pra ky është Bujar Sinani, të cili Qarku sot e vlerëson me titullin Nderi Qarkut. I stref Dobi, këshilltar kulturor i kryetarit të Qarkut të Vlorë, ka ndarë titujt e nderit me motivacionet përkatëse. Dhe jam shumë i kënaqur që ndodhem këtë ambient. Falenderoj të gjithëve pa përjashtim juve që jeni këtu, Ahmetin, Ilien, por mbi të gjithë Shpresën edhe Bujarin, të cilin sot Këshilli i Qarkut me propozimin që është bërë nga Shoqata Labëria ka vendosur që t'u jap titujt e merituar qoftë Shpresës, qoftë edhe Bujarit. Shpresa të lutem. Dobi më pas ka lexuar motivacionin nderues për Bujar Sinanin, i cili u tregua falenderues, ndërsa ka ndarë kujtime dhe mbresa të rrugëtimit të tij me këngën Labe. Republika e Shqipërisë, Këshilli i Qarkut të Vlorë, Shoqata e Shkrimtarëve dhe Artistëve Petromarko, Vlorë, i jep zonjës Shpresa Kapoçelaj titullin Personalitet i shquar i Qarkut të Vlorë me motivacion
për kontribut të çmuar në ringjalljen e vlerave folklorike dhe pasurimin e këngës polifonike në trevën e lumit të Vlorës. Kryetari Ervis Moçka. Faleminderit për gjithçka. Faleminderit organizatorëve, por ky titull nuk është im. Ky është i këtyre zonjave që më kanë shoqëruar që momentet e para, kanë thyer shumë tabu, të cilat i kanë mbështetur shumë dhe familjarët e tyre. Faleminderit shumë familjes time që më kanë mbështetur tërkohën, Zotit që më ka krijuar të familje. Faleminderit të gjithë edhe juve që keni lënë kohën tuaj të çmuar sot dhe na keni shoqëruar për një orë. Edhe njerë Republika e Shqipërisë, Këshilli i Qarkut Vlorë, shoqata e shkrimtarëve dhe artistëve Petro Marko Vlorë, i jep Zotit Bujar Belul Sinanaj titullin Mirënjohje e Qarkut Vlorë. Me motivacion, artisti i njohur i këngës labe, që dallohet për interpretim me nivel të lartë në jetën folklorike në qytetin e Srebrenicës dhe gjatë emigracionit në Greqi, kryetari Ervis Moçka. Po s'do thoya vetëm në qytetin e Srebrenicës, po do thoya në Barlavërin. Falenderoj shumë Albert Abazin që e mori përsipër këtë deputimin tim. Falenderoj shumë Qarkun, kryetarin, sekretarin. U falenderoj të juve që keni ardhur sot këtu. Dua të them diçka tani të veçantë atje në Greqi, në ato aktivitetet që bënim në përkrahje të Kosovës edhe të tretave të emigrantëve. Në çdo kështu event, unë dilja me grupi Lab dhe këndoja këngë labe. Një miku im nga Kosova, sot nuk rron, ish presidenti asamblit të New Yorkut, më thot, Bujar, thot, ju leprit, thot, po të bësh analizat, unë zjerë këngë edhe barot. Edhe unë, po të bësh analizën time këtu, në zjerë këngë labe dhe barot. Po unë barot nuk kam që të vras njerëz. Baroti është kënga ime. Edhe këtë luftë unë e kam bërë me zërin tim, sidomos në Greqi. Ky është Bujar Sinani. Faleminderit shumë. Është kënaqësi që kam me këtë zonë këtu. Prese Shqiponjave sot të tek nderohet i që shëballi një jedalge dilë to këthe kokën dhe merë malli. Aktiviteti nderues u përmbyll me performancat e Bujar Sinani dhe grupi 10 Shqiponja të Tërbaçit, të cilët përcollën atmosferën e bukur të këngës polifonike. Kështu, me një ceremoni të thjeshtë, janë nderuar dy prej zërave të dashur të këngës labe ikonave, Shpresa Çelaj dhe Bujar Sinani.